te këshia sho, unë flas për Kur'an, flas për germa, flas për fjalë. Tipi nuk e di se çka o Kur'ani, nuk I di leximet e Kur'anit, nuk e di frazën e Kur'anit, vend që me thonë, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni jaban wa idh qulna وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قلنا للملائكة إني وإذ قال ربك للملائكة إني Do të thonë, s'kam nevojë për gjuhën arabe, s'kam nevojë për gjuhën arabe. Saksisht unë vakum nxjerr sipërfaqe se tipi dhe tipa tjerë si ai që s'kan këto musteqe, kanë mjekrën vetë, janë njerëzi shërbimeve, agenturave anti-shqiptare. A keni qartë tani apo jo për çka po flas? Ai nuk ka mësu Kur'an, ai nuk ka mësu me shpjegu kodin e Kur'anit, germën e Kur'anit. Ai ka mësu si me qenë agentur, me dëmtu shqiptarin, duke mendu se ai ka gush me lak fytin, di me marr pare, me marr lek. Dhe tani shqiptarët po zgjohen, dhe Tim Shkupin e kam pranu imam. Unë jam imam I shqiptarëve.